Почитувани колеги, почитувани гости, дозволите ми да ви го честитам Денот на полицијата. Ви посакувам успеси, добро здравје и љубов во вашите семејства. И на овој свечен ден сакам да потенцирам дека крупните реформи во полицијата ќе мора да продолжат, за да бележиме напредок и просперитет, при тоа негувајќи ги вредностите и суштинските стандарди на една професионална, достоинствена и почитувана полиција. Полицијата треба да гарантира една безбедна средина за сите граѓани. На државната и јавната безбедност им е потребен професионализам. Потребно е сите заедно, без застанување, да се ангажираме и да продолжиме понатаму. Сите заедно да се ангажираме за да поставиме една темелна транспарентност, чекор по чекор, во секој поглед на воспоставувањето на односите меѓу полицијата и граѓаните, со заедниците и со пошироката јавност. Почитувани пријатели, на Денот на полицијата на Република Македонија ќе се поклонам пред символот на оваа значајна државна институција со длабоко уверување и максимална посветеност дека со нашето заедничко ангажирање оваа институција ќе ја доведеме во параметрите кои се меѓународно признаени за работата на полицијата во услови на една демократско општество. Сите заедно да се ангажираме за што поскоро целата полиција да се стави во служба на државата и на општеството. На сите нека е ни честит Денот на полицијата. Të nderuar miq, колег të ftuar në këtë ceremoni, milioni që t'ju uroj gëzuar festën e policisë. Uroj suksese, shëndet të plot dhe dashuri në familjet e juaja. Edhe në këtë ditë feste, e kam bindjen se reformat të thella në institucionin e policisë do të duhet të vazhdojnë për të pasur prosperitet e progres, për të kultivuar vlera dhe standarde thelbësore të një policie profesionale, dinjitoze dhe të respektuar. Policia e shtetit duhet të garantojë një mjedis të sigurt për gjithë qytetarët. Siguria shtetërore dhe ajo publike kërkon vetëm dhe vetëm profesionalizëm. Të gjithë bashkërisht, në asnjë moment nuk duhet të ndalojmë, por të angazhohemi për të shkuar më tutje. Të gjithë bashk të angazhohemi për të vendosur në themel një transparencë që për ne do të shtrihet hap pas hapi në çdo aspekt të ndërtimit të marrëdhënieve të policisë së shtetit me qytetarët, me komunitetet dhe me publikun e gjerë. Të nderuar miq, në ditën e policisë së Republikës së Maqedonisë do të përkulem para simbolit këtij institucioni të rëndësishëm, shtetëror, me bindjen e thellë dhe përkushtimin e madh për të sjellë më shpejt dhe më qartë angazhimin tonë të përbashkët për parametrat e pranuar ndërkombëtarisht të veprimtarisë së policisë në kushtet e një shoqërie demokratike. Të gjithë bashkë të angazhohemi që një ditë më parë i tërë efektivi i policisë të vëhet në shërbim të shtetit dhe të shoqërisë. Urime të gjithëve dita e policisë së shtetit. Faleminderit.